Stuhiere, rebeshe dhe dëbor, paralajmërimi i meteorologëve. Meteorologët thonë se pritet një mot me shi kur reshjet pritet të shtohen dhe intensifikohen pas mesditës dhe gjatorëve të natës me rebeshe thuajse në të gjithë territorin shqiptar. Po ashtu pritet që në zonat malore të kemi edhe reshje dëbore që do të bëhen më të dukshme gjatë pasdites si dhe gjatë natës. Dita sot do të jetë me pak shi, diçka më shumë dreka, shumë shi darka, rebeshe madje sonte në mbrëmje. Gjatë natës dhe pjesërisht ditën e nesërme, reshjet shtohen dhe intensifikohen pas mesditës kryesisht në mbrëmje dhe gjatë natës. Rebeshe thuajse gjatë natës në të gjithë territorin shqiptar dhe pjesën më të madhe të ditës së martë. Sa i përket vlerave termike sot në mëngjes, minimumi 1 gradë Celsius dhe maksimumi 16 gradë Celsius. Do rikthehen rebeshet sonte në mbrëmje. Do të kemi edhe reshje dëbore që bëhen më të dukshme vonë pasdite gjatë mbrëmjes dhe gjatë natës. Dëbora do të shfaqet mbi 100 metra në nivelin e detit. Pas mesditës do të kemi një erë mjaft të fortë, duke patur problematika në hapësira detare edhe pse jo në vijën bregdetare, thonë meteorologët.